Nga sot, 14 qershor deri më 17 qershor në mesnatë, zgjat afati i parë për regjistrim elektronik të nxënësve që do të fillojnë mësimin në vitin e parë të shkollave të mesme publike në shtator për vitin akademik 2025-2026. Regjistrimi kryhet përmes sistemit të shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, i disponueshëm në e-uslugi.mon.gov.mk, duke u kyçur përmes llogarive të tyre të përdoruesit në platformën schools.mk. Pas përfundimit të regjistrimit elektronik, nxënësit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në shkolla më 18 qershor nga ora 8 deri në ora 19 dhe më 19 qershor nga ora 8 deri në ora 17. Lista përfundimtare e rënditjes me rezultatet e regjistrimit dhe vendeve të lira do të publikohet më 20 qershor 2025, jo më vonë se ora 12. Në hapësirat e shkollave ose në faqen e saj të internetit. Në shkollat ku është planifikuar testimi kualifikues, ai do të kryhet më 23 qershor, kur do të shpallen dhe rezultatet. Afati i dytë i regjistrimit elektronik në periudhën e regjistrimit të qershorit do të mbahet më 13 qershor 2025 nga ora 00 deri në orën 23:59 minuta. Dokumentacioni do të dorëzohet me një korik nga ora 10 deri në orën 19. Lista përfundimtare e rënditjes do të publikohet më 2 korik dhe testimi kualifikues për këtë periudhë do të mbahet më 4 korik 2025. Periudha e regjistrimit të gushtit do të realizohet më 21 gusht 2025 nga ora 00 deri në orën 15 elektronikisht, kur dokumentacioni i nevojshëm do të dorëzohet në shkolla në të njëjtën kohë. Lista përfundimtare e rënditjes do të publikohet më 22 gusht 2025.